Debat me pensionin këto, shkurt, lutem. O, pret se e ka Berisha. Po, Berisha dhe prandaj po i thon pensionin. Berisha ta thot, pastaj ti Berish tjetër. Po jo për pensionin, për Berishën dhe trekonçi këtu. Tani, Besjane, kam një pyetje shumë direkte. Nëse kjo është më rëndësi. Duke u pajtuar edhe me ato shenjat e hajtërmbetjes juaj, edhe me aspektin programor që na largon edhe LDK, po edhe Partinë Demokratike në aspektin e filozofisë politike me LVV-n, edhe për shkak të hatërmbetjes nga fyret, e denigrimit, e përçarjet, e ku ta diun se çfarë ka krijuar këto vite. A do të ishin dakord me shkuën e opsionin alternativën 2, 3, 4 çunë sa dëni, se një është me bë kurti vetëm, dhe unë mendoj se e ka mundësinë, kuptohet 2 vota nga pakicat i merr me lejen ekskluzive të Radojčićit, edhe ndoshta rebelohen edhe një 2-3 pjesëtar të listës serbe dhe ja plotësojnë numrin për mi bë qeverinë, se Radojčići tash mundohet me rehabilitu veten. Pyetja konkrete Berisha. Dhe alternativat tjera janë me ju ose me ne, dhe e fundit është me bë qeverinë opozita. A do të ishit dakord, ju si LDK, opinionin tonë do të përafërt me kryetarit dhe vetë LDK-s, që ta bëjmë qeverinë opozita, duke përfshirë PDK-n, LDK-n, pakicat dhe aleancën. Ja ku është ftesa që po ta bëjmë direkt. Duke respektuar parimin kushtetues edhe parimin normal që është në politikë, partia fituese e jep kryeministrin, pastaj ndahen pozitat sipas. Po partia fituese është vendosja. Në opozitë, qeveri do të jetë më pas se nivel. Flas vetëm për opozitën. Janë numrat bazë që ty në kalkulime matematike. Për të 81 për president. Vetë pak. Vesian, po ose jo. Unë s'po e them në emër të Partisë Demokratike, po thot partia fituese nga ana e është ofertë e pranueshme dhe krijon stabilitet. Vesiani, po ose jo. Dhe është imediate për ta shpëtuar Kosovën nga një qeveri se çfarë ka qenë ajo, që do të krijojë një hendek edhe më të thellë tash. Ja ku e ke zotëri që po jep opsion. Duket veç u përgjigja paraprakisht në diskutim me zotin Kryeziu. Pra, kam frikën që një opcion i tillë nuk do të ketë, nuk do të plotësoj atë kushtin e dytë që kemi si LDK, pra përveç udhëheqjes të një qeverie, kushti i dytë është pra që të ketë dhe një stabilitet, dhe kam frikën që një qeveri e tillë. Për Berishën stabilitet është kjo, qeveria opozitës për Berishën. Mjafton kjo ta mbaj Kosovën për këto sa do të gjatë, deri në vitin, deri në muajin kur zgjedhet presidentja. Deri atëherë mos të thelloj hendekun më të madh me SBA-t. Mjafton kaq të bëj kjo qeveri dhe misioni it's completed. Mission accomplished. Ti Berisha jam i sigurt që për 7-8 muaj do të mund ta nxjerrim Kosovën nga ky hendek që e ka thelluar zoti Kurti, prandaj po them, dhe kam frikën. Do të jenë shumë kritik sa 7-8 muaj. Shumë shpejt ai hendek o mbyllet, mbushet, sipas doktrinës